Mirë se po na ndihgjoni dhe na shikoni podcastin. Blendi Fevziu, një nga zërat më influentë të medias shqiptare, me një karrierë që fillon në ditët e para të tranzicionit dhe vazhdon sot me të njëjtin kuriozitet, intensitet dhe pasion. E kam nderin dhe kënaqësinë që e kam këto sot me mua. Mirë se na erdhe Blendi Fevziu. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeti sot me mua. Kam pak emocione sepse kam një person këtu që ka 28 vite karrierë dhe në fakt 35 vjetë karrierë, po 28 në televizion, me emisionin. Unë jam një peshk i vogël, afër teje, domethënë unë jam fillim nga Shiko, madhësia e peshkut nuk llogaritet nga koha, po llogaritet gjithmonë nga produkti që ka. Kështu që mund të jetë një intervistë shumë e bukur, pavarësisht se mund të jetë me dikë që ka më pak karrierë, apo me dikë që ka më shumë karrierë. Si është ti jesh në këto vite plot karrierë që ke bërë? Si ndihesh ti sot si Blendi Fevziu? Me thënë drejtë, nuk kam pasur kohë të mendoj si ndihem. Nuk kam kohë të analizoj që ku shkova, ç'a bëra, sepse çdo ditë është e mbushur me një punë tillë që ti çohesh në mëngjes dhe duhet e para të ekzekutosh gjithë agjendën tënde ose të përballosh gjithë ritmin e punës. Zakonisht refleksione të tilla ose reflektime që ti bën mbi karrierën, mbi jetën, ato vijnë në një moment caktuar kur ka një shkak që të çon tek ajo, kur ti thua shiko si ka qenë përpara, çfarë duhet rregulloj unë. Që të rish 28 vjet në ekran nuk është shumë e thjeshtë, do të përshtatesh kohës. Nëse unë do të nxjerr ty videon e parë fare që kam pasur ditën e parë që kam dalë në studio, dukem si njeri i cili nuk flet dot, sikur tani fjalët, ndërkohë që sot është një gjë krejtësisht tjetër. Kështu që reflektimet vinë në momente të caktuara dhe lidhen me zhvillimet, me etapat e caktuara të karrierës tënde. Po në përditshmëri unë akoma çohem në mëngjes për ta bërë së miri punën time dhe nuk kam pasur shumë kohë të mendoj nga kam ardhur, kush jam edhe ku do shkoj. Domethënë këto janë pyetje që njeriu i bën në momente të caktuara të jetës së tij, po jo në përditshmëri. Këtë intervistën e kam ndarë në 3 pjesa. Familja, në fakt, karriera njëherë, familja dhe politika. Si të duash. Po unë dua më shumë të flasi më shumë nga, domethënë ta njoftoj më shumë Blendi Fevziu, jo para kamerave, po mbas kamerave. Aq sa njihet njeriu pas kamerave. Po, a jeti a jeti Blendi Fevziu edhe kur je privatisht, kur je me familjen, apo je një tjetër person? Domethënë si e dallon këto para kamerave dhe mbas kamerave? Po s'ka lidhje, këtë do të thonë unë kam një ndryshim në përgjithësi, as kur dal në rrugë, as kur jam në kamera, as kur jam në familje. Kamera është punë. Në ritmin e punës njeriu ka tjetër moment, po quaj ritmi, ecje, të foluri, shpejtësia e të folurit këtu. Në shtëpi ke një gjë tjetër. Po në përgjithësi jeta ime është shumë një trajtshme, në kuptimin që nuk ka dallime të mëdha. Që këtu jam televizion, këtu jam rrjetet sociale, apo atje jam në rrugë. Mas pothuajse 28 vitesh në televizion, ti fillon e kupton që duke qenë person që njihesh që njerëzit, ti fillon të jesh kudo me idenë që je i vëzhguar. Pra ti nuk je edhe brenda shtëpisë në konceptin tënd, kjo ideja e vëzhgimit, pra që ti je të ndjek vazhdimisht. Po mua nuk më ka shqetësuar kur kjo ideja që si dukem, ç'a do bëj, domethënë në shtëpi jam shumë normal, shumë i thjesht. Ç'a do thotë, më fale Blendi, ç'a do thotë normal? Normal do thotë që kur në jetën time nuk kam përcjell shqetësimet e punës në shtëpi ose shqetësimet e shtëpisë në punë. Ky ka qenë një nga porositë e para që i kam dhënë dhe stafit tim. Domethënë njeriu mund të ketë një ditë shumë ngarkuar, njeriu mund të përballet me sfida nga më të çuditshmet. Ti mund të kesh momente delikate që mund të kushtojnë ty karrierën ose mund të t'japin vështirësi të mëdha. Por kur ti shtyn derën e shtëpisë dhe je përballë gocës vogël për shembull, këto gjëra nuk kanë lidhje me të. Ajo nuk do t'ja di se çfarë problemi ke pasur ti në punë me KJ-n, sa vështirë ke pasur, çfarë të ka dështuar ose çfarë të ka ecur shumë bar. Kështu që zakonisht nuk kam dar kur, e kam mbajtur shtëpi në shtëpi dhe punën në punë. Dhe të njëjtën gjë kam thënë dhe stafit tim. Dhe kur kam pasur probleme familjare, nuk i kam reflektuar në raport me atë që lidhen me punën. Do të thënë, jam munduar t'i ndaj këto. E di që është e vështirë, nuk është shumë e thjeshtë, jo të gjithë mund ta bëjnë, por unë njoh mjaft njerëz cilët dinë ta ndajnë këtë. Përkushtimi i punës është përkushtimi i punës, përkushtimi i familjes është përkushtimi i familjes. Ku është ky qelsi? Ku e gjen? Domethënë mund t'ja japësh një këshill, besoj që është instinktive, nuk është një gjë që ti arrin duke bërë analiza. Kërkon një karakter pak të fortë, natyrisht që unë jam mësuar tani, ke parasysh, unë i takoj një brezi që ka në gjykimin tim, ka pasur një fat shumë të madh se brezët e tjerë. Brezi im, flas i Shqipërisë, pra jo i shqiptarëve kudo, ka qenë një brez i cili në vitet 80 kur unë isha adoleshent, ishte krejtësisht një brez i mbaruar, një brez që ne konsideronim pa ndonjë vlerë, dembel, që dukej sikur sprodhonte asgjë. Ngjarjet e dhjetorit vitit 1990, ato ndryshimet e sistemit në Shqipëri,
i dhanë një peshë i kësaj moshe që ishte shumë më e madhe se sa shpatullat e moshës mbanin. Por nga ana tjetër kjo i rriti shumë. Unë kam nisur emisionin tim të parë në televizionin publik shqiptar, ishte i vetmi televizion kur ishte 27 vjeç. Dhe në moshën 29-30 vjeçare, pra në ndërkohën midis 29 dhe 30 vjeç, unë kam pasur pjesën më të madhe të ministrave, presidentëve, kryeministrave të Europës, sepse ishte koha e luftës Kosovës, që vinin e iknin në studio. Domethënë, unë isha në studio me kryetarin e parlamentit francez dhe tek dera e studios rrinte priste në radhë Jervolino, ministri e brendshme i Italisë, për të hyrë në studio, dhe pas saj ishte një tjetër, mos gaboj tani, ministër gjerman. Pra, ti fillon ke një peshë që është më e madhe se sa ti mund të mbash, është e pa justifikueshme për moshën tënde, po janë rrethanat që ta japin këtë peshë. Domethënë, jo të gjithë brezat e kanë këtë fat që ka pasur brezi im. Unë shoh me vajzën time. Unë kam nisur karrierën pak a shumë në të njëjtën moshë që është vajza ime tani. Ajo është akoma në kërkim, pra akoma sheh ku do shkojë, çfarë do bëj, me çfarë do merret. Unë në atë moshë kisha vendosur, ishe kryeredaktori i gazetës dytë më të madhe në vend, me një lloj peshe, shkrimi yt reagonte presidenti, reagonte kryeministri, pra kishte tjetër lloj peshe në publik. A ka qenë kjo e merituar? Nuk besoj se ne ishim më të zotë se tjerët. Përkundër, unë mendoj që të rinjtë sot janë më të zotë se sa kemi qenë ne atëherë. Sa mendoj? Por ishte pesha, mendoj që po, sepse janë më të informuar, kanë më shumë informacion, botën e kanë më të thjeshtë për ta përthithur të gjithën, ndërsa ne ishim më me fat sepse ishim në një moment caktuar historik që shpeshherë raporti i njeriut me historinë dhe me fatin është jetik. Domethënë, a ka ndonjë moment në karrierën tënde kur ke menduar seriozisht të heqësh dorë nga gazetaria? Nga gazetaria, po nga misioni po, më shumë se sa një herë. Sa herë ka. Sepse ka momente tensioni, ka momente që gjëra stecin, të duket sikur gjëja që ti bën nuk ka duk, të duket sikur nuk e ke më nivelin që ke pasur dikur, jo për arsye vetëm tua, dhe por e të rrethanave të përgjithshme. Kështu që ka shumë momente që kam dashur ta lë, tensionet që krijohen punë, nuk është shumë punë e kollajshme, një ditë merresh çdo ditë për 28 vjet me politikë, me njerëz që lëvizin interesa, me njerëz të biznesit, njerëz që në një farë mënyre marrin vendimarrje të mëdha dhe të rëndësishme. Kështu që ka pasur shumë herë momente aty këtu, por për fat nuk e kam lënë. Dhe ka një sekret pse nuk e kam lënë. Unë i takoj atij asaj kategorie që bën punën që ka ndëruar të bëj. Nuk e di a mund të ta shpjegoj siç dua, dhe kam thënë disa herë në për takime tjera. Unë më duket sikur kur e mendoj jetën time kam menduar kështu, një njerëz që çohet në mëngjes, e ka gjithë ditën të mbushur, që udhton sa herë mundet, ngrihem sot, shkoj në fund botës, kthehem prap nesër, kam shkuar nëpër luftra, jam futur nëpër vende ku nuk futet një njerëz, një turist i zakonshëm. Kjo është në fakt gjëja që mua mbush me adrenalinë dhe unë çohem në mëngjes me kënaqësinë e punës që do bëj. Kurse ka njerëz të cilët çohen mëngjes sepse duhet punojnë, çohen mëngjes sepse duhet sigurojnë familjen, çohen mëngjes sepse patjetër është një gjë. Ka midis tyre që kanë zgjedhur një punë ndryshe nga ajo që kanë pasur pasion sepse kjo mund të ketë bërë milioner. Për shembull, nuk kam për të harruar kur një intervistë të Alan Greenspan, ish shefi i Federal Reserve amerikane, të cilit kur gazetaria i tha ti je njeriu dhe ke qenë për një kohë gjatë njeriu më i rëndësishëm i financave të botës dhe duhet të jesh shumë krenar për këtë, tha krenar po i lumtur jo. Pse i tha ajo? Sepse s'kam bërë punën që ndroja të bëja, tha fëmiri. Në fëmiri doja të bëhesha pianist. Dhe si thua gazetari Angeli, sepse të ndroje pianistin me njeriu më të fuqishëm të financave botërore, duket si kot, por ai tha jo. Ndoshta po të kisha bërë një koncert suksesshëm, do isha më i lumtur se sa të stabilizoja financat botërore. Pra, njeriu në jetën e tij shpeshherë detyrohet të bëj punë. Po kur ty të përputhet puna që ti ke ndëruar të bësh, me të ardhurat të mira, sepse ti mund të kesh ndëruar të jesh mësues. Po është një punë që s'ti jep të ardhurat që ti ke ambicie të kesh, se ka njerëz që profesioni mësues është nga profesionet më të bukura që unë ndjej. Por ti ndoshta ke ambicie më të mëdha, do të bësh jetë më të mirë, do të bësh jetë më luksoze, do të bësh, kështu që kur të përputhen këto gjëra, pra pasioni me të ardhurat financiare, me një peshë në shoqëri, natyrisht që ti duhet të kthesh kokën dhe duhet të thosh, nuk është vetëm suksesi, po ti do ta quash veten me fat. Do ndjesh mirë me veten tënde, që është kryesorja. Në librat që ke shkruar për figura historike, a ka ndonjë personazh që ke ndjer shumë afër shpirtërisht, pothuajse si ishit miq? Jo, nuk kam ndjer asnjë personazh afër, kam mbajtur një distancë me personazhet e mi gjithmonë, kam munduar të shoh me syrin realist. Ti shohësh me syrin realist është shumë e vështirë personazhet historik, sepse zakonisht personazhet historik mbulohen nga një aureol mitike.
nga një lloj mitizimi, nga një lloj idealizimi që shpeshherë nuk përputhet me përditshmërinë e tyre. Gjëja më e vështirë që ti kur futesh në analizën e personazheve historik është pikërisht që ky miti, ky idealizimi që ti ke për këtë figurë madhe, kur fillon dhe e dallon përmes dokumentave, letrave, pra hyn më në intësi të jetës tij, e kupton që jeta është pothuajse e njëjtë, pothuajse e zakonshme. Në fund të fundit, e kupton që pavarësisht se dikush ka karizmë më të madhe, ka në dorë fatet njerëzore, ka në dorë të marrë vendime të jashtëzakonshme dhe t'ju shkatërrojë ose t'ju rregullojë jetën dhe jetën e tjerëve, në fund të ditës dhe është një njeri i zakonshëm, dhe ai ka emocionet e tij, dhe ai ka frikrat e tij, dhe ai ka dyshimet e tij, dhe ai ka po quaj hezitimet e tij. Kështu që njerëzit në fund të fundit janë pak a shumë të ngjashëm. Dikush ka më shumë fuqi, natyrisht dikush është pak më i zgjuar, dikush elaboron, dikush ka talent më shumë në një fushë tjetër, por në thelb gjërat janë njësoj. Nuk kam për të harruar kur Huffington Posti rreth 10 vjet më parë publikonte letrën e një irlandezi i cili përpara se të vdiste ju kishte lënë një letër nipave të tij. Dhe një nga gjërat e para që ju shkonte i thoshte që asnjëherë mos e konsideroni dikë më të avantazhuar se sa ju ose më të rëndësishëm se ju, sepse të gjithë njerëzit, ata që duken më të rëndësishmit, janë të gjithë njësoj. Të gjithë hanë njësoj, flasin njësoj dhe shkojmë në banjo njësoj. Kështu që kjo është njerëzore dhe në një farë mënyrë kjo vlen për të gjithë. Por natyrisht që brenda personazheve historik pastaj ka personazhe të cilët do mendoj që kanë luajtur një rol të rëndësishëm për vendin edhe për të tjerët, ka personazhe që mendoj që kanë qenë në zhvillimin negativ të gjërave. Kështu që pastaj këto janë dilema që lidhen me historinë, por si personazhe në vetvete nuk besoj se në një prej tyre më ka impresionuar. Wow. A ndihesh ndonjëherë peng i rolit publik? Ka vetëm një gjë, nëse mund të shtoj diçka të vogël këtu. Po, patjetër që po. Ka një problem që është raporti yt me afërsinë. Domethënë në librin Tirana Nonës, un kam folur për historinë e stërgjyshes time, që është paralel me historinë e Tiranës. Babai i saj, xhaxhai i saj, gjyshi i saj ishin njerëz të fuqishëm që kishin firmosur pavarësinë e Shqipërisë, që vendosën Tiranën kryeqytet, që luajtën një rol. Dhe kujtimet e fëmirisë që i vogël kishin një aureol adhurimi për ta. Siç flet një vajzë për babain e vet, siç flet një mbes për gjyshin e vet. Kështu që unë isha mësuar të shifja ata të idealizuar. Unë do shkruaja librin, nuk duhet të zhvishesha nga emocioni familjar, sepse duke i shkruar si personazhe historike, pra duke i nxjerr nga personazhe të afërm farefisin tënd, në personazhet historisë ti duhet të shije me një ftohtësi dhe me një realizëm që nuk ta lejon emocioni familjar. Dhe kjo ishte gjëja më e vështirë, që ti të zhvishje emocionet që kishe përjetuar që në fëmijëri kur flisje për këto figura dhe ti përballje këto me faktet historike që shpeshherë nuk ishin aq të idealizuara, domethënë, dhe ata kishin problemet e tyre. Kështu që kur shkruajta, unë shkruajta në libër me gjithë adhurimin që isha mësuar në fëmijëri, po dhe me gjithë përballjen me faktet historike që kur isha më i pjekur kisha mundësi të vija për ta. Kështu që në këtë aspekt ti ndjen një lloj raporti. Këtu po ndjeja një lloj afiniteti për disa nga personazhet e familjes time, personazhe historike, që kanë luajtur rol në historinë e Shqipërisë. Duke për shembull shifja e gjyshin tim i cili hyri në një familje shumë pasur dhe senjoriale shqiptare, realisht, dhe hyri si një nga nxënësit më të mirë të kohës tij, po jo një familje ka qenë me peshë. Dhe në familje të gjithë e konsideronin si njëri që ishte si outsider, por si kisha ardhur nga jashtë, po ndërkohë kishte mbaruar shkollat më të mira të Stambollit, Vienës dhe të Parisit. Ishte një karizëm tjetër, u bë ministër në qeveritë e viteve 20-24, u bë shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Kur shoh atë e ndjej pak të po e quaj një lloj paragjykimi që shoqëria shqiptare ka shumë fort, po Tirana e kishte edhe më të fortë brenda shoqërisë shqiptare që lidhej kryesisht me ndarjen tosk dhe geg të asaj kohe. Kështu që aty këtu të gjen një afinitet, po me personazhet historike në përgjithësi jo. A ndihesh ndonjëherë peng i rolit publik që ka ndikuar ndër vite më radh? Jo, nuk ndjem peng fare. Ka shumë njerëz që më pyesin në forma të ndryshme për këtë. Shiko, mësohesh me të qelit publik shumë shpejt dhe nuk të bën përshtypje, nuk e kupton, nuk e ndjen. Kur është kur kthehesh mbrapsht, domethënë si ka ndryshuar këto gjatë viteve? Ka ndryshuar shumë. A ka ndryshuar Blendi Fevziu gjatë viteve? Padyshim, çdo njeri ndryshon. Si ka ndryshuar domethënë? Shiko, ndryshimi është e para është përshtatje me kohën. Kushdo që nuk përshtatet me kohën, koha e lën mbrapa. Domethënë nuk ka asnjë gjë tjetër që zhvlefson njeriu më shumë se sa koha vetvete. Kështu që a ndryshon? Po ndryshon. A është me karakter? Jo, flasim me ndryshimin që ti përshtatesh kohës. Karakteri është i njëjtë, besoj që në fillim. Karakterin pastaj ti mësosh ta kamuflosh, të jesh më i frenuar sepse me eksperiencë ti je më i përmbajtur,
kur je i ri e më po quaj njeri më ke një zjarr tjetër brenda vetes, domethënë ke një përqasje ndryshe ndaj gjërave, ke një shpërthim ndryshe nga ajo që t'jep eksperienca dhe mosha, po karakteri mendoj që mbetet i njëjtë. Karakteri është pak si ajo analiza e famshme Jung, i cili thotë zakonisht njeriu formohet deri 7-8 vjeç. Gjithë pjesa tjetër është plazmim, po nuk është thelb më. Po mund të them për shembull ka njerëz që kur e mbrin domethënë kur e mbrin një famë apo një pasuri apo ndryshon njeriu, ndryshon në karakter, bëhet më, se thon më ndryshon, thjesht e ndryshon. A mendon ti që ka ndryshuar kjo fama dhe gjithë? Unë nuk i njoh të ndryshuar. Unë njoh njerëz që i kam njohur rrugëve të Tiranës, kur s'kishin asgjë, s'ishin asgjë. Kam rrugtuar bashkë me ta me një pjesë, nuk shoh që ka një ndryshim karakter. Ndryshimi më shumë është perceptimi i jashtëm. Një njeri që të shef nga distanca i duket që ka ndryshuar, pa ai njeri s'ka njohur kurrë, ai njeri s'shul kurrë në tavolinë me ty. Unë jam i sigurt që 5 goca që të shohin ty sot në këtë podcast thonë, ajo ndryshon, ka distancë bën. Po 5 shoqe të tjera, të cilat kanë ndenjur me ty 10 vitet e fundit, janë sigurt që nuk shohin në ndryshim tek ti. Kështu që mos e ngatroni personin që ti e percepton nga distanca me personin që është pjesë e jetës tënde. Mos e ngatroni kur të qenin, po quaj, në profesionin tënd me të qenin në privacy-n tënde. Njeriu ka një formë vërtet është i njëjtë, po ti nuk mund të jesh i njëjtë për të gjithë. Ti nuk mund të jesh miqësore me të gjithë njerëzit që ke rreth rrotut. Ti duhet të jesh korrekte dhe e dobishme për ta, po miqësor ti mund të jesh vetëm me një rreth tënd të ngushtë. Dikur më pa thënë një prezantuese televizive, një vajzë shumë simpatike dhe e mirë, tha unë nuk e kuptoj dot, tha se unë dua që njerëzit më duan. I thash, dashurinë ti do gjithë dashurinë e njerëzve, po nuk e për ta pasur kurrë. Sepse gjithmonë ka një njeri që s'të do, një njeri që të paragjykon. Ti dhe një herë thua për një person thua se duroj dot këtë ose duroj dot këtë, sepse s'e ke takuar kurrë në jetën tënde. Kjo lidhet me simpati, ti ka thënë për sa kohë ti je në televizion, ti ke nevojë shikues. Dhe për shembull mua më mjafton dashuria e 10-15 vetave që kam në jetën time, dashuria e familjes, prindërve, ca shokëve të afërt që të kem, unë nuk kërkoj dashuri nga tjerë, kërkoj një marrëdhënie normale, respekt, reciprok, po dashuri në asnjë mënyrë. Po pse do të kërkoj dashuri? Nuk dashuri është një ndjenjë kaq e madhe dhe kaq e rëndësishme sa ti s'ta japësh rrugëve me çdo njeri që del në televizor apo çdo njeri që qesh në Instagram. Kështu që dashuria është një ndjenjë sublime që qëndron brenda asaj, ka vlera të tjera të mëdha. Mua mjafton respekti, mirëkuptimi dhe natyrisht ndjekja e tjerëve. Sa po këtë duhet lidhen me një pyetje. Kur lexon komente negative në Instagram, në social media, nëse i lexon, a ka ndonjë që të ka bërë të reflektosh në vërtetë? Asnjëherë. E para në përgjithësi nuk lexoj komente. E dyta kur më dalin para i ripostoj. I kam qejf të ripostoj, po ripostoj realisht. Kush më njeh e di sepse edhe ka parë. Sepse më duket një herë çuditshme që një njeri. A ke shumë komente që po si shoh në përgjithësi, nuk i shoh. Do të thënë, mendoj njeri i cili qëndron këtu nuk ka fytyrë, kjo e zeza mbrapa, që jeton duke u marrë me gjën tënde, duke parë çdo sekondë tjetër tënde, ndërkohë ti se di fare kush është ai. Dhe as të duhet fare kush është. Kjo nga komentet negative s'më biles qesh ndonjëherë me komentet ose me këto kur më thonë në një gjë, kjo s'më vjen as lloj përshtypje. Dhe nuk ndikon në jetën time fare. Bukur. Cila është një e vërtetë e hidhur? Po kjo është çështje me njerëz, ose unë njoh njerëz, po ashtu që do të thënë i ndikoj njerëz zakonisht shumë komente, do të thënë ndihen jo mirë me. Po ndoshta ti Blendi ke arritur një, si thon një mosh, nuk mund ta them një stabilitet me vete sepse ndoshta njerëz të ri apo ato janë pak po më flet për komentet anonime. Po. Është tjetër gjë kur unë kam komente nga 5-6 vjet që unë i vlerësoj. Nëse ata më thonë që emisioni s'ishte mirë. Ose këtu kishe një problem, aty ndjem keq. Konstruktive, kritik. Jo kritik konstruktive, kur flasim me njëri tjetrin, nuk po them që shkruan në Instagram. Kurse komentet çu s'kam asnjë lloj emocioni fare. Okej, shumë mirë. Cila është një e vërtetë e hidhur për veten që e ke mësuar në kalimin e viteve? E vërtetë e hidhur. Shiko, e vërteta më e hidhur që njeriu mëson në jetë një ditë është që e kupton që çdo gjë ka një fund. Dhe kjo çdo gjë mund të jetë çdo gjë. Mund të jetë një lidhje, mund të jetë një raport, mund të jetë një punë, mund të jetë një etapë në jetën tënde. Dhe kjo është një vërtetë e hidhur që ti duhet ta pranosh. Domethënë, Boresi thoshte një nga gjërat që më ka impresionuar më shumë kur e kam lexuar. Njeriu është ignoranti më i madh në botë, për sa kohë nuk di asgjë, për sa kohë nuk di datën e vdekjes tij. Do të thënë një njeri ecën qorrazi për të jetuar pa e ditur se kur do t'i vi kjo vdekje, nesër, pas nesër apo pas 100 vjetësh.
Kështu që ai thotë njeriu hecën pikërisht nëpër këtë ignorancën e tij, por ky është si thua edhe truku më i madh që e mban atë në jetë, se po të dish ditën e vdekjes, si do të çdo gjë i programuar, do të jetë një makt i tmerrshëm. Kështu që e vërteta jetur që ti zbulon është kjo, që çdo gjë ka një fund dhe ky ankthi i fundit shpeshherë mund të duket i bezdisur. Por nëse ti punon për ditë dhe nëse ti paqtohesh me idenë që një herë ka një fund, atëherë dhe i qetë me veten. Bukur, shumë bukur e the. Do kalojmë te pjesa e familjes. Nëse nuk do ishe gazetar, çfarë profesioni do kishe zgjedhur? Në fakt kjo është. Unë kam dashur të bëhem gazetar, se kam menduar gazetarin, unë kam dashur të bëhem shkrimtar. Okay. Kam filluar të shkruaj që në fund të shkollës fillore, po quajmë klasën e 8 në atë kohë. Në gjimnaz fillova të kisha tregime, të publikoja ato, të kisha kontakt. Ideja ime ishte të bësh shkrimtar. Pastaj ndodhen vitet 1990, nuk kishte gazetar, në na morën për të bërë gazetarin sepse unë punoja në gazetën Studenti, kryesisht në kritikën letrare, për atë letërsia, dhe beva zbulova që në fakt profesioni që realisht kisha brenda vetes që gazetaria më shumë se sa letërsia. Po të dy profesionet mund t'i kisha ushtruar me shumë dashuri. Domethënë mund të isha një shkrimtar, natyrisht nuk do kisha këtë ritëm frenetik të jetës, me këto vrapimet nga një anë tjetrën, do isha më reflektiv. Natyrisht ka momente ku shkruaj dhe futem në atë reflektimin e plot të shkrimtarit. Mund të bëja profesionet ndryshme. Sot mund të bëja një agjenci udhëtimi dhe të isha një konsulenti shumë i mirë, besoj unë, për udhëtimet në përbot. Mund të merresha me histori dhe të shkruaja libra historik, që po ashtu e kam bërë në 2-3 nivele jo të këqija. Pra unë i gjej një punë vetes time në çdo moment caktuar. Kam pasionet mia televizin. Një pjesë është pasioni për udhëtimet, një pjesë është pasioni për pikturat, një pjesë është padyshim dashuria për librin që nuk më rresht kurrë. Ka momente të caktuara që udhtoj, se po quajmë udhëtimet jashtë, po quaj eksplorimi i brendshëm i Shqipërisë. Jam nga të paktët njerëz që nuk ka vërim të Shqipërisë që nuk e kam lënë pa e parë. Kam shitur në 154 vende të botës, kështu duket shumë kollaj kur e thua në tavolinë. Po vetëm ta hapësh hartën e botës dhe ta shohësh se sa e vështirë është nganjëherë të shkosh dhe mbi të gjitha këto i kam bërë duke pasur 4 emisione në javë dhe duke udhëtuar nga e premtja në të hënë maksimumi për të mos humbur emisionin në radhës ku ti duhet të jesh live. Çfarë do thotë për ty udhëtimi? Udhëtimi është një dimension i rëndësishëm në jetën time. Ka shumë njerëz që kanë udhëtimin të rëndësishëm, por ka njerëz që e ridimensionojnë veten përmes formave të ndryshme. Ka njerëz që ridimensionojnë përmes jogës, ka njerëz që ridimensionojnë përmes muhabeteve me shoqe, shok, kushërinj, ka njerëz që ridimensionojnë përmes mbyllen, ka njerëz që unë ridimensionojnë përmes udhëtimit. Udhëtimet, e para unë kam dashur shumë udhëtimet që i vogël kur nuk mund të udhtoja sepse Shqipëria është e mbyllur. Nëse lejonin askën dilnin. Dhe udhëtimet e mia të para kanë qenë imagjinare. Ne kishim në shtëpi një enciklopedi atlas që quhej Larus i vitit 1924, të cilin tani kam restauruar në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë për kujtim. Ishte një libër i madh me gjithë hartat dhe me gjithë fotografitë nga bota. Dhe ishte në frëngjisht. Stërgjyshja ime më lexonte frëngjisht derisa unë mësova frëngjisht dhe fillova ta lexoja vetë. Dhe unë fillova të njihja një botë e cila nuk ekzistonte më, sepse ai libri takonte viteve 1915-1925. Unë e lexoja në 85-ën, 60 vjet, 70 vjet mbrapa. Dhe gjëja më e tmerrshme ishte që unë në momentin e parë që dola, unë kisha në kokë një botë që s'ekzistonte. Unë kur lexova librin e parë për Parisin, libri e parë real për Parisin ishte një libër Hemingway, Paris c'est une fête. Kur shkova në Paris, ai Paris Hemingway të viteve 30, në vitin 90 nuk ekzistonte. Por ama unë arrita të gjej gjurmë të vogla aty këtu të libra, Rue Muffar, La Place de Contescar, fillova të zbuloja detajet dhe mahnitesha që befash se zbuluar një shesh të këtij libri të Hemingwayt, i cili ishte 60 vjet përpara. Shpeshherë vendet ku shkova që i kisha krijuar si mite në kokën time. Kur shkoja dhe i gjeja fotografia bardëzie e Larusit nuk më përputhej me madhështinë që kishte. Nuk kam për të harruar kur hyra tek ajo porta ikonike që shin edhe rrjetet sociale e Taj Mahalit në Agra të Indis. Momentin e parë që pash Taj Mahalin e pash brenda kornizës portës. Dhe ishte identik fotografia që kisha në Larusin e vjetër të familjes, dhe momentin e parë ngela. Kur hyra brenda e kuptova që ishte ndryshuar shumë gjëra, që bota është tjetër. Pra, që të rikthehem pyetjes fillestare, udhëtimet janë një ridimensionim. Në udhëtimet i kupton sa e vogël është Shqipëria, sa e vogël është Ballkani, sa përmasa më të mëdha ka bota, sa të vegjël jemi ne në raport me gjithë botën. Zbulon kultura të ndryshme, fate të ndryshme njerëzore, rigjen vetveten. Nuk kam për të harruar kur në udhëtimin në Korenë e Jugut,
arrita të merrja është një tur shumë i vështirë për të hyrë në atë barakën e famshme ku ndahet Korea e Veriut me Korenë e Jugut. Është ajo baraka ku Donald Trump edhe Kim Jong-un kaluan këmbën aty tek ajo bordura e betonit. Meqense Korea e Veriut nuk pranon të vi për bisedime në Korenë e Jugut dhe Korea e Jugut nuk pranon të shkojë për bisedime në Korenë e Veriut, kanë gjetur një vend ku kalon identik siç është kjo linja e mikrofonit, është vija e kufirit. Këtej ulet Jugu, këtej ulet Veriu. Edhe ajo baraka është ndarë në dy anë, ka një hyrje nga Jugu, një hyrje nga Veriu. Në Veri qëndron një roje kufitar i Veriut, në Jug qëndron një polic militar i Seulit. Dhe në momentin që ne shkuam natyrisht nga ana jugore, instruktori i parë që na dha që s'duhet ta kalojmë këtë fije sepse konsiderohet shkelje e kufirit të Republikës Demokratike të Koresë. Dhe instruksioni që gati 30 minuta për të ndetur 5 minuta atje brenda, na tha që shikoj një gjerman para 15 vjetësh, 20 vjetësh e kam vrarë kur kaloi këmbën këtej kështu, dhe unë thash e njoh procedurën. Ata ngelën një moment se ishim 4 veta. Dhe kur I thashëm nga Shqipëria, një suedez që ishte me ne, se tjetër ishte një amerikan, një nga Singapori që nuk suedezë, po tha, Shqipëria e mbaj mend që ka qenë e mbyllur si këta. Do të thënë, imagjino tani se si ti fillon reflekton dhe sheh raportin që ke pasur ti me vetveten në park. Nëse gjithçka që ke ndërtuar do rrezojë nesër, çfarë do doje të mbajmë dhe me vete? Në qoftë se çdo gjë që kam ndërtuar, kjo njeriu mund të ndodhë në jetë dhe është krejtësisht normale, njeriu mban shiko, këtë do të përgjigjem me një histori. Njeriu ka gjën ndoshta më të rëndësishme në jetë, veprën e tij. Nuk e di a keni dëgjuar Petro Marko, nga që një prej shkrimtarëve të jashtëzakonshëm shqiptar, unë doja shumë të takoja kur isha I ri, po ai ishte në moshë të thyer, kishte pas një jetë heroike, kishte luftuar luftën e Spanjës, kishte jetuar në Paris, ishte një burr shumë I bukur. Pastaj erdhi në komunizmi e futi në burg, doli nga burgu, bë shkrimtar, pastaj I arrestuan djalin, pati jetë zezë. Në vitin e fundit të jetës tij, qelloi që ta takoja kur nuk e prisja që ta takoja, dhe në bisedë sipër krejtësisht I përhumbur, u duk sikur më shumë se sa më fliste mua, I fliste vetvetes, pra me një vështrim përhumbur tha, çdo gjë të likan jetë, tha, edhe fëmia dhe gruaja dhe çdo gjë, vetëm një gjë që s'të lëkurë është vepra jote, pra ajo që ti ke prodhuar. Veprën njeriu të mirë apo të keqe detyrohet ta ketë me veten në lëkurë ose në shtëpi. Vepra e njeriu është gjithçka, vepra nuk është vetëm emisioni që kam prodhuar në podcasti juaj, vepra është edhe puna e përditshme e dikujt, edhe karriera profesionale që ka bërë, edhe produkti që ka bërë. Kështu që në një farë mënyrë ai thoshte që vepra jote është vetëm një gjë që s'të lëkurë dhe që ta mbash gjithmonë me vete. Kështu që njeriu kthen kokën mbrapa dhe thotë, po kam një vepër për cilën jam krenar ose s'jam krenar. A je diçka për ty, ka bërë diçka deri tani që e ke thënë vetes, okay, për këtë nuk jam krenar. Shkoj njeriu bën shumë gjëra për cilën. A ke bërë gabime? Patjetër, si çdo njeri. Për shembull? Po s'ka sa të duash gabime edhe. Një gabim. Po ka sa duash sepse nuk dua dot. Një gabim që ke bërë ti. Gabimi nuk është një gjë madhore, gabimi është një përditshmëri. Njeriu ka dilemat e veta, gabimet e veta, momentet e veta. Unë mendoj që në përgjithësi e kam bërë siç kam dashur unë gjën time. Po mund t'i kthehem gjës dhe mund të them, mund ta kisha bërë këtë gjë ndryshe, padyshim që mund ta kisha bërë. Mund mos ta kisha bërë këtë emision ose mund të kisha bërë këtë emision tjetër që mund mos kishte, kështu që njeriu ka aq shumë gjëra dhe në fundit karriera e njeriu përbëhet jo vetëm nga pikat kulmore, përbëhet edhe nga një seri jo e vogël gabimesh. Nganjëherë çështja është që në balancën e përgjithshme, ajo që ti ke arritur të mos jenë gabimet që kanë dominuar karrierën tënde, po të jetë karriera jote që ka korrigjuar gabimet. Mendon ti që ke bërë një gabim që ka ndikuar për të mirë tani, kur kthehesh mbrapsht? Nuk e di këtë, nuk di ta gjej në jetën time. Okay. Do ta mendoj, por këtë moment se sill do të mend. Okay. Nëse do mund të flisje për një versionin të vetes të moshën 20 vjeçare, çfarë do I thoje? Dhe çfarë do kishe dashur të mos dinte ende? Shiko, çfarë do kisha dashur? E para unë mendoj që kam bërë jetën 20 vjeç me shumë më tepër fat se sa kanë 20 vjeçarët e sotëm dhe jam I lumtur dhe I kënaqur për këtë gjë. Natyrisht që një 20 vjeçarit, e vetmja gjë që do I thoja vetes time 20 vjeç ishte paragjykimi që unë kisha për më të moshuarit, që më dukeshin jo aq të zgjuar sa mendoja unë. Me kalimin e kohës fillova ta kuptoj që ata kishin një eksperiencë që shumë prej gjërave që ata më kanë thënë atë kohë më pas kanë dalë të vërteta. Po për atë kohë ti nuk e gjykon dot, sepse I riu ka një bindje të vetën dhe ka shumë vështirë ta ndryshojë atë bindje. I duket sikur e vërteta ti është e vërteta e saktë dhe e pandryshueshme. Këtë gjë kam pasur biseda me shumë njerëz të rëndësishëm politik dhe historik,
që më pas me kalimin e kohës e kam kuptuar që ata kanë pasur drejt. Nëse do mund të kishe një darkë private me një person historike, me cilën do i kishe zgjedhur dhe çfarë do i kishe pyetur? Që se ke pyetur. Do isha kurioz për mbretin Zog në mënyrë absolute dhe është një personazh që ka ndikuar shumë në historinë e Shqipërisë. Do ta pyesja për një sër pikpyetjes dhe misteresh që lidhen me vitin 1920 në historinë e Shqipërisë. Po flas në pjesë. Pjesën tjetër personazheve historike unë realisht kam grënë darka reale, nuk kam pasur nevojë ti ndërtoj një hipotezë, kështu që një pjesë të madhe kur them njerëz që kanë qenë aktiv që prej viteve 30 deri tani, sepse pjesën më të madhe të tyre i kam intervistuar, i keni edhe librin tim takimet e mia me, janë mbi 39 personazhe, të cilët kanë diktuar historinë e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, po edhe Malit të Zi ndër vite. Kur e krahason kohën tani sot, flasim për të trash TV që janë, Big Brother e të tjerët. Si e sheh ti Blendi këtë botë? Nuk i ndjek realitet. Nuk e di që nuk e ndjek. Time dhe nuk i. A ke ndonjë mendim për këtë lloj? Po s'kam se një gjë që se shoh diçka. Se shumica e njerëzve vetë këtu jo ushqehen, po e ndjekën, është gjë shumë normale, çdo vend të botës. Si e sheh ti këtë pjesë? Si e sheh këtë? Para ky është një dalje e një kurioziteti normal njerëzor që ndodh në rrugë, ndel në ekran. Po nuk është që më fal që të ndërprej. Nuk është që paragjikoj, as pak. Nuk është që paragjikoj, po nuk mendon ti që i bën njerëzit pak më se thon këtu ushqehen nga këto lloj. Po mos jenë këto lloj realisht. Po do ushqehen kafene. Po në kafene me çfarë do ushqehen? Me një dorë të shëteme. Patër, çfarë ndryshimi ka? Po si e sheh këtë zhvillim? Kjo është pjesë normale e shoqërisë, jo vetëm Shqipëri, që mos e bëjmë këtë sigurisht Shqipëria. Në të gjithë botën merren me thashë po dil aty tek dil te pallati përballë dhe shivi që zviceranët janë thashë me gjithë, nuk kam për të harruar kurrë në Zvicër vizitën time të parë në 92-shin. Nëse mund ta kishe mundsinë, ai kishe zhdukur këto gjithë lloj trash TV dhe që janë këto. Po unë si shoh parë dhe sot. E di që nuk i sheh, po njeriu s'ka pse i zhduk, se ka zgjidhje, nuk i sheh po mos doj. Për sa kohë njeriu e gjen veten ta, jo do ta shohë vetë le ta bëj. Unë nuk e shoh se nuk kam kohë për të marrë më gjë. Në aq kohë sa kam unë hap YouTube-in dhe shoh dokumentar historik kryesisht që lidhen me momentet caktuara, dokumentar udhëtimesh, jam kurioz të mësoj çfarë bëhet këtë gjë në një vend ku shkoj udhtoj minimum i shoh me 10 orë përpara dokumentar, lexoj përveç se unë s'kam ditur vetë. Po ç'm duhet mua kjo s'më. Po nëse do ekzistoje një Big Brother me politikan, a do ishe nëse ta kisha bërë ty një ftesë? Dhe do kishe zgjedhur një politikan. A kishe hyrë dhe me cilën do kishe pasur? Nuk e di si është formula e Big Brotherit tamam, po. Do bëj një ftesë, sepse për shembull, okay, sot bëhet një Big Brother me politikan. Dhe të zgjedhin ty si pjesëmarrjes. A do kishe marrë pjesë me politikanë të ndryshëm dhe cilin politikan do kishe pasur qefti ta kesh aty brenda? Unë me gjithë politikanët reality e kam pas jetën. Po zgjedhe një. Zgjedhe një. Atë po bëhet për çfarë të zgjedhë, se duhet nëse do më thuash kush do jenë politikanët me të cilët do ndihesh mirë. Edi Rama. Jo, Sali fare. Berisha. Me Berishën po mund të kisha raport. Kam edhe se nuk është i di këto politikanë shumë, edhe Hashim Thaçi për shembull. Shiko, me të gjithë ta janë njerëz me të cilët do ulem, bisedoj, ri, po me asnjërin nuk do doja të jetoja gjatë në një vend. 1 muaj, 2 muaj. Jo, absolutisht. Jo. Një darkë është mjaftueshme për gjithë. Unë flas për Big Brother me politikan. Po s'do jetoja dot me asnjë, nuk doja kurrë. Okej, faleminderit për përgjigjen. Blendi ishte kënaqësi që të kisha këtu si mysafir im dhe kënaqësia ishte ime e gjitha, thash. Faleminderit shumë, të uroj gjitha të mirat dhe faleminderit shumë për ju, edhe uroj që ta keni sa më jetë gjatë podcastin. Unë kam thënë gjithmonë që në jetën time s'dua të jap këshilla, po gjithsesi një gjë mund ta thosha, nëse e nis një gjë, qëndroj dhe mos gjërat nuk bëhen asnjëherë part-time, gjërat kur nis duhet të shkosh deri në fund. Kështu që i më rregullt me podcastin dhe me frekuencën e podcastit dhe besoj që njerëzit mendojnë shpesh që a e bëj unë aq përsosur sa duhet. Çdo njeri jep kontributin e vet. Mund mos jetë aq përsosur sa e ke ti gjë në kokë, por mund të jetë mjaftueshme, po quaj e dobishme për dikë tjetër që e sheh, kështu që s'po duhet të përdor një frazë anglisht, po them merre rrugën përpara dhe vazhdo. Faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Gjitha të mirat, Blendi. Faleminderit.